Tragjedi për aktoren Ailin Mujica ndron jetë djali i saj i madh, Mauro Menendez. Lajmi i rënd ka tronditur botën e spektaklit. Djali i madh i aktores dhe prezantuese së njohur kubane Ailin Mujica, Mauro Menendez, ka ndruar jetë në moshë të re, duke lënë pas një dhimbje të madhe për familjen dhe miqtë e tij. Sipas raportimeve të mediave hispanike, aktoria ndodhej në Kolumbi ku ishte angazhuar në xhirimet e reality show-ut Top Chef VIP në Telemundo, kur mori telefonatën që asnjë prind nuk dëshiron ta marrë. Lajmi e gjeti larg familjes ndërsa po punonte në një projektim televiziv. Mauro Menendez, djali i parë i Ailin Mujicës, nga martesa e saj me muzikantin kuban Osamu Menendez. Ai kishte zgjedhur të ndërtonte karrierën e tij larg botës së televizionit dhe ishte bërë i njohur në industrinë muzikore si DJ dhe producent me emrin artistik Mahaez. Gjatë viteve të fundit kishte bashkëpunuar me artistë të njohur të muzikës latine dhe elektronike, duke fituar respekt në skenën muzikore ndërkombëtare. Raportimet e para bëjnë me dije se Mauro ndodhej në Barbados kur humbi jetën. Disa media kanë raportuar se ai kishte kaluar së fundmi një pneumoni dhe sipas personave pranë familjes, nëna e tij kishte këshilluar që të mos udhëtonte derisa të rikuperohej plotësisht. Megjithatë, ai vendosi të vazhdonte udhëtimin, por sipas këtyre raportimeve, shkaku i dyshuar i vdekjes mund të ketë qenë një infarkt i lidhur me komplikacionet shëndetësore. Megjithatë, deri tani familja nuk ka konfirmuar zyrtarisht shkakun e vdekjes, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë publik një raport zyrtar mjekësor. E për këtë arsye, rrethanat e sakta të ndarjes nga jeta të të riut mbeten ende të paqarta. Menjëherë pasi mori lajmin tragjik, Ailin Mujica ndërpreu angazhimet profesionale dhe udhëtoi drejt Barbadosit për të kryer procedurat ligjore dhe për të marrë trupin e djalit të saj. Mediat raportojnë se aktoria ka kërkuar privatësi në këtë moment jashtëzakonisht të vështirë për familjen. Vdekja e Mauro Menendez ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Kolegë, artistë dhe fansa kanë shprehur ngushëllimet për Ailin Mujicën dhe e kanë mbështetur atë nga momentet më të dhimbshme të jetës së saj. Edhe Telemundo publikoi një mesazh ngushëllimi për aktoren dhe familjen e saj. Mauro kishte zgjedhur të ndiqte pasionin për muzikën dhe kishte ndërtuar identitetin e tij profesional si producent dhe DJ, pa u mbështetur fare tek fama e nënës së tij. Miqtë e përshkruajnë si një djalë krijues të përkushtuar ndaj muzikës dhe me shumë plane për të ardhmen. Humbja e tij në një moshë kaq të re ka prekur jo vetëm familjen, por edhe komunitetin artistik, ndërsa publiku pret që familja të japë më shumë detaje për ceremoninë martore dhe rrethanat e kësaj tragjedie. Ndërsa për publikun shqiptar, Ailin Mujica nuk është një emër i panjohur. Prej më shumë se 2 dekadash, ajo ka qenë një nga aktoret më të dashura të telenovelave latine të transmetuara edhe në ekranet tona. Në rolet e saj, sidomos ato të personazheve të forta dhe antagoniste karizmatike, ajo ka fituar simpatinë e mira teleshikuesve, të cilët e kanë ndjekur atë në seriale si Maria Aurora, Corazon Valiente, Los Miserables dhe shumë projekte të tjera të Telemundos. Pikërisht dhe për këtë arsye, lajmi për humbjen e djalit të saj të madh ka prekur jo vetëm fansat në Amerikën Latine, por edhe publikun shqiptar, i cili e njeh prej vitesh përmes ekranit. Për shumë shikues, Ailin Mujica është një nga fytyrat më të njohura të telenovelave që kanë shoqëruar pasditet e mbrëmjet e televizionit shqiptar. Jashtë ekranit, aktoria gjithmonë është përpjekur ta mbajë jetën e saj private larg vëmendjes mediatike, por nuk e ka fshehur kurrë dashurinë për 3 fëmijët e saj. Në intervista dhe në rrjetet sociale, ajo ka folur shpesh për krenarinë që ndjente për ta. Ndërsa me djalin e madh, Mauro Menendez, kishte një lloj lidhje të ngushtë. Mauro kishte zgjedhur të mos ndiqte rrugën e aktrimit, por ishte bërë një DJ i njohur dhe producent muzikor me emrin artistik Mahaez. Vdekja e tij e papritur në moshën 30 vjeç ka tronditur botën e spektaklit. Sipas raportimeve të mediave hispanike, aktoria mori lajmin tragjik gjatë xhirimeve të projektit televiziv të Telemundos dhe ndërpreu menjëherë çdo angazhim për të nisur drejt Barbadosit, ku ndodhej djali i saj tashmë i vdekur. Deri tani shkaku kryesor i vdekjes nuk është konfirmuar dhe pse disa media kanë raportuar se ai mund të ketë pësuar një infarkt
pas komplikacioneve nga një pneumoni. Familja nuk ka bërë ende një deklaratë zyrtare mbi rrethanat e sakta të ngjarjes. Në rrjetet sociale, Mira Fansa nga vende të ndryshme të botës kanë shprehur ngushëllimet e tyre për aktoren kubane. Mesazhet e mbështetjes kanë ardhur dhe nga kolegë të saj në botën e televizionit, ndërsa shumë admirues shqiptar kanë reaguar me trishtim për humbjen e rëndë që ka goditur një nga aktoret më të dashura të telenovelave latine.